Java të ndëruar shikues punis me lajme të zakonshme, të përsëritura. Vendi mbetet i bllokuar nga mos konstituimi i kuvendit, rrjedhimisht edhe i qeverisë së Republikës së Kosovës. Të shtunën ndodhi një takim me ftesën e kryetarit të lëvizjes vetëvendose Albin Kurti me parti tjera politike, përkatësisht me liderët e PDK-s, LDK-s dhe përfaqësuesit e AK-s. Aty nuk mori pjesë zoti Haradinaj. Duket që parashikimi ishte i saktë. U përsërit ajo që është thënë në mënyrë të vazhdueshme. Liderët nuk kanë vullnet politik për të zhbllokuar kuvendin. Zoti Kurti propozoi një pako të votimit, të tjerë thanë se kjo është kundërkushtetuese dhe gjithçka përfundoi në margjina të një takimi vetëm sa për të evidentuar një takim të rëndomt pas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, cila krijoi dy shkolla mendimi politik. Njëra që përfaqëson zoti Kurti, ku thotë se votimi dhe prezenca e të gjithë deputetëve në kuvend është e obligueshme, rrjedhimisht edhe votimi i fshet është i ligjshëm dhe i drejtë sipas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. E në anën tjetër, të gjitha partitë e drejtëdijshme opozitare ngulin këmbë në interpretimin se gjykata kushtetuese gjithçka e bëri të qartë, duke i thënë zotit Kurti dhe partisë e tij se mekanizmi i votimit të fshehtë nuk ishte rezultati i një marrëveshje politike, nuk ishte ai votim për cilin ishin dakortuar për seancën e parë konstituive, e kështu nuk mund të ndodhë as në këtë proces të episodave traumatike që po e shoqërojnë vendin. Thjesht, vendi ka mbetur në duart të vlerësimeve që po japin njëra apo pala tjetër, duke mbajtur të bllokuar dhe të paralizuar gjithë funksionimin e sistemit shtetëror. Zoti Kurti ka thënë në mënyrë të përsëritur se duke vënë akuza tek oponentët politik, duke thënë se këta janë endacak. Deputetët që nuk dëshirojnë të kenë një shtëpi të tyre mund të quhen endacak. Ka luajtur dhe me këso akuza, me këso vlerësime për oponentët e politik, duke nxitur një revolt të tyre, një vlerësim sidomos të lidhjes demokratike të Kosovës, duke thënë që si është e mundur që zoti Kurti ditën afton për bashkëpunim me koalicione qeverisje dhe në mbrëmje çohet e rrezon gjithatë duke përdorur një diskurs apo fjalor tepër të papranueshëm që nuk meton afrimin, bashkëpunimin e kështu me radhë. LDK ka kërkuar, siç e dini të nderuar shikues, një qeveri të gjerë, të formacionit të gjerë politik, një formulë me bazë të gjerë, e cila nga ana e zotit Kurti dhe partisë tij është kundërshtuar fillimisht dhe nga deputet me pastaj të lëvizjeve vetëvendose është akuzuar LDK se kjo parti nuk po mund të vijë në qeveri pa PDK-n. E në anën tjetër dhe Partia Demokratike e Kosovës po insiston që qeverin mund ta bëjë opozita, duke që tashmë janë shtesur të gjitha argumentet retorike që po i prodhojnë në mënyrë të përsëritur liderët politik. Asgjë nuk duket e re, do të duke e re mbase që liderët mund të zhbllokojnë fillimisht kuvendin. Gjithçka po shkon, çdo situatë politike po shkon drejt zgjedhjeve të parakohshme. Do të mund të mbahen zgjedhjet apo bëjnë matematika të ngushta, numrat, dite politikanë se si ta përshtasin këtë projektim tyre politik që zgjedhjet e ardhshme të jashtëzakonshme parlamentare të mbahen edhe me ato lokale të njëjtën kohë apo të mbahen para zgjedhjeve lokale që janë caktuar nga presidentja me 12 tetor apo pas 12 tetorit, kjo ende nuk dihet. Apo që vendi ndoshta mund të ketë një qeveri pa kontroll parlamentar deri në marsin e vitit të ardhshëm, kur edhe Zonjës Osmani i mbaron mandati legal e legjitimi i presidentës për cilën është zgjedhur. Nuk dihet, asgjë nuk është e qartë, gjitha situatat e interpretimit politik të pazakonshme për një demokraci, po them për një demokraci normale ndodhen në tavolinë, liderët po kalkulojnë të gjitha versionet e tyre dhe vendit duket që është në duart e kësaj elite politike të pakujdesshme për të çuar në vend zotimin që dhanë me nën shkurt, duke kërkuar votën e qytetarëve. Vendi mbetet
pa institucione, pa kuvend dhe me një qeveri kujdestare që është jashtë kontrollit parlamentar.